Ndërmarrja Trepça nuk u apagoi orët e punës gjatë vikendeve disa punëtorëve gjatë periudhës 2021-2023. Tash ata synojnë t'i marrin paratë e tyre përmes përmbaruesit. Procedura përmbarimore pritet i kushtoj Trepçës rreth 1 milion euro. Gjithashtu, në këtë listë bojnë pjesët dhe furniturë të ndryshëm, për një pjesë e tyre është dykon afër 1 milion euro është prej punëtorëve. Për momentin të gjitha borxhet unë i kam trashëguar. Aktualisht llogaritë ndërmarrjes janë të bllokuara. Menaxhmenti i fton punëtorët që së bashku të arrijnë një marrëveshje. Edhe të bëjnë një marrëveshje interne me këste mujore, edhe që të ikun shpenzimeve tjera. Por kryetari i sindikatës e minatorëve të Trepçës, Ibrahim Januzi, thotë se punëtorët nuk kanë gatishmëri për një ujdi me menaxhmentin. Nuk kemi pa që ka një gatishmëri tillë që me mri një marrëveshje, sepse masi Londa s'kan dëshiru me ikë procedurave gjyqësore, sepse kanë mënu që rruga më e drejtë është kjo. Veç dëm nuk ka këtë. Jemi shumë të dëshirë, është një drejtë që ata kanë. Dëm nuk ka këtë. Nga dhjetori deri në shkurt, Trepça pagoi mbi 1 milion euro vetëm për lëndë përmbarimore.